si Kurani janë. Edhe Arab kanë dhenë përparësi, luftojemi, lodhemi, bëjmë gjitha planët kundër Profetit selam, por nuk kanë sjellë dot sura. Nuk arritën dot sipas nivelit Kurani sjellë një sura. Edhe kjo ishte mërkullia Kur'an. Kurani ka dhenë shumë paralajmërim. Një paralajmërim ma kujtohet tani. Kur dërgoi Allahu te Leshanu në fillim kur ka ardhur shpallja, atëherë është plasur luftë mes dy perëndërime të më të mëdha. Do perëndëria ishin i pari ishte Persian, dytë ishin Roma. Të dy kanë luftuar, lufta shumë e madhe. Edhe në këtë lufta është humbur Rom, edhe ka humbur pjesa Xhamia Aqsa, Jeruzalemi. Atëherë ishte në dora krishterë, edhe ka humbur atë. Kur ka humbur krishterë, ishin njerëzit që kishte bindja për ahiret, kishin bindja për Injili, për profetët, përveç Isa a.s. ato kanë besuar gjithë profetë tjera, Isa a.s. kanë thënë është biri i Zotit. Po ishin më afër nga muslimanë. Edhe njerëzit Makka ishin më afër nga njerëzit idhujtar që ishin iranian. Edhe u kënaqën shumë që fituan njerëzit tonë. Edhe muslimanë u mërzitën. Kur u mërzitën muslimanë, Allahu ka zbritur suratul Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah. Lezer ajeti janë kuptimi është shumë i shpejt do të fitojnë romak prap kundra iranianëve. Edhe jo vetëm ashtu, atë ditë kur do fitojnë romak, edhe besimtarët do t'i kënaqin me ndihmën e Allahu xhallahu xhanu. Po ishte pa kuptim. Edhe Abu Bakr radhiyallahu anhu kur ka zbritur ajet, kishte një debat i madh mes ato grupat të Qurayshit, edhe ka treguar këtë sura. Atëherë tha mirë, hajde bëm bast. Atë ishte e lejuar. Akoma nuk ishte ardhur urdhi për bigjoz e haram. Edhe tha mirë, okay, 3 vit, se fjala bid'un në gjuhën arab disa, ashtu si thënë disa ditë. Po çka ka kuptimi disa? 1, 2, 3, 4. Në gjuhën arab kur thënë fjala bid'u në disa vit. Edhe disa kuptimi është nga 3 deri në 9. Si gramatik. Edhe Abu Bakr radhiyallahu anhu ka thënë në 3 vit do fitojmë ne. Minimal mori ai. Edhe ka thënë gazik deve bast. Okay. Pastaj erdhi Abu Bakr radhiyallahu anhu në kamber ashtu. Profeti selam tha jo, mas soi 3 vit, soi 9 vit aty. Se 3 deri në 9 është bidon kuptimi. Edhe dërgollahu xhallahu anhu vet shpallativi Kurani që kupton ai ne nuk kuptojmë. Direkt edhe Abu Bakr i kanë prap edhe tha i shto. Se ai ka për të thënë, tani ka ardhur frikë, prandaj ka ardhur ashtu, ti thuaj jo, unë kam ardhur për të shtuar. Jo 10, po bëm 100. Nëse humba do t'jap 100. Edhe nëse fitati do apo shmo 100. Atëherë ai ka për të ndryshuar, patjetër, se ai ka bindje ku ka për të fituar kundra Iranit të Roma. Edhe ka pranuar. Vlezar vitet kalojnë. Dërgoi Allahu xhallahu xhanu ikan ku? Madina. Edhe viti 2 fillon Ramzan. Në Ramzan Arab ka dalë me karvanin e vet biznesit duke ardhur. Dërgoi Allahu xhallahu xhanu del për të daluar me 303 shokë të tij. Edhe pastaj mervesh dërgoi Allahu xhallahu xhanu që kanë ardhur me 1000 ushtarët me gjithë përgatitje për të luftuar me ne. Atëherë dërgoi Allahu xhallahu xhanu njeriu është i seson edhe ulet në fusha. Thotë o vlezër, ne kemi dalë për të ndaluar karvanin, po ato kanë dërguar mesazh në Makka edhe ato janë duke ardhur për të luftuar me ne, çfarë do bëjmë? Edhe shokët Profeti selam ka thënë, ja Rasulullah, ne kemi besuar ty. Nata kur kemi dhënë besa në Makka, ne kemi thënë që ne do ndihmojmë derisa familjet tonë bëhet jetima, gratë tonë bëhet eve, edhe ne do gelemi, do shkatrojmë, po do luftojmë nga ana jote, nga para, nga brapa. Atëherë sot është dita për të plotësuar atë fjalë që kemi dhënë ty. I qet ne me ty jemi të kolonish. Në qoftë se ti na jep urdhër, dy fjala ka përdorur. Birkul Ghamad ishte një liçeni famshëm i madh, që hidhni atij
ne mi gati të hedhemi, ne nuk pishim se duke dhe nurët. Në qëfë se bide zjarri i madhe në thot ti që hyp një tia, ne kemi për të hyp në zjarë. Vete burdhi na jep, të Allahu Gjaleshan. Qarë shok kishim vlezër. Edhe Allahu Gjaleshan thot, atëherë fitoria është për ju. Allahu Gjaleshan mua ka thënë, dy zjetja ka o Muhammedu Rasulullah, do mal, lek, se ai karuani ishte me lek, ishte duke ardhur nga mali trakti, apo do krenari, që ikën ato pengesët i mëdhaja që janë ati mëdhaja, që janë për herë pengesa për hapur feja Allahu Gjaleshan. Edhe Allahu Gjaleshan do në të katë edhe unë kam i zjedur katë, dyta. Se mali do vi, edhe fitoria për ne është. Vlezar dalin në fusha edhe në dim, rezultati Badri. Atë dit, Roma ka fituar kundra Iran. Vlezar, para 9 vita që shbetur ajet Kuran. Për qëfar? Dita kur do fitojnë Romat, ju do të mirë një knejsi lajme më ti më dhaja, dima Allahu Gjaleshan. Edhe sot ka fituar në Badr. Një të dyua. Për kjo para lajmirimi, Kurani ka dhenë. Abu Bakr mes luftë, ma ka shumë luftë, mes luftë i kënë të kaj. Se kanë ardhur karuanët, edhe kanë treguar, ka dodhur gjarja i madhë, që është fituar Roma kundra Irani, është larguar nga Jeruzalem, nga Palestina, edhe ka marrë Harakli ishte atë, breti. Edhe Abu Bakr shkon mes luftë, ati thonë, që këtu fituam edhe ati a jemi fituar atë 100 borgjit. Se a i ka gelur i qatë, pëstaj ka fituar, a i ka e vdekur vitin tëtër, pëstaj në luftin e Uhud. Ashtu Allahu Gjaleshan. Kjo është para lajmërimet Kur'an, mërkullia Allahu Gjaleshan, që ka dhenë Allahu Muhammedu Rasulullah s.a.s. Inna fatahna laka fathan mubina. O Muhammed, inna alladhi, dërgu Allahu Gjaleshan, kur kalen Makka, ne dim lezat, a i në fund në shpela ka ikur, në shpela thorit, duke parë me hasrat. O Makka, ti e qyteti me ndëruar, me dashur për mua. Po një qëfë se njerëzit ty nuk kishin detyruar mua, nuk kisha larguar kuga ty. Me aqë dhimshëm për Profet Alisem largimi nga Makka. Ka ikur, po kjo vetëm nuk ishte i shpreja, thjesht, po vazhdimisht rinte aty në zemrën e ti. Edhe dërgu Allah Gjaleshan, Allahu ka shbitur aj, inna alladhi faradha alejke al-Quran, la radduka ila ma'ad. O Muhammed, ai Allahu që ka zbritur të këty Kurani, ai ka për te i këthëru pa të të rëti prapë në Makka. Ti do ikesh prapë në Makka, i kuptimi jo vetëm vizita, si fituas, si sliruas, ti do esh mbreti e tia, do esh shërieti jotë atia, njëzit do thënë la ilaha illallahu Muhammedu Rasulullah atia. Edhe, pas të vitë Allahu Gjaleshan ka plësuar ai dëshirën e ti. Ashtu vlezar ka mira mërkullina librin Allahu Gjaleshan para lajmirim, edhe ashtu ka dërgu Allahu Gjaleshan ka dodhur shumë në jetë Profet Ali Sratu Selam. Ato gjitha Allahu Gjaleshan ka të reguar të rritët imani dhe mendojmë në librin e ti. Edhe ato sotë Abu Darda radhiyallahu anhu hadithi Profet sallallahu alaihi wasallam që çudirat e Kuranit nuk ka për të baruar deri në Kiamet. Edhe nëse ne do ulemi do studojmë kemi për të gjetur shumë gjëra ashtu. Lutim Allahu madhruar. Allahu Gjaleshan ka thënë duke baruar ligjrata fundit për që futet, që kur do vi koha premtimi dytë joni, për të, se njëherë ka, kjo breti iranian ishte vlezër, ato jehudi ishin atia, në Palestina, edhe kjo breti iranian që fola unë momentalisht që Irani ka shliruar, a i ka urar afërshisht 5 milion jehuda të herë. Pastaj dërgu Allah Gjaleshan ka dërguar, edhe Allah ka thënë, do japim një shansë prapne. Atëherë kanë vrapë se kanë trastuar profetve, kanë ndjekur Taurati, edhe qëfar nuk kanë berë, kanë vrarë 400 profetve. Edhe prapë Allah Gjaleshan ka thënë, do japim një shansë si tjetër. Një qëfë se ju pranoni, do krenojeni. Po një qëfë se nuk do pranoni, atëherë prapë ne do bashkojmi në një vend, edhe do shkatroni ju. Edhe erdi shansë i dujtë Muhammedu Rasulullah s.a.s. Ato nuk kanë pranuar. Atëherë ato janë duke mblidhur prapë një vend. Edhe kjo mblidhja për ato nuk ka shiknajsi, është lezik. Edhe këtë bindja ka edhe evangelisht nga kristian, edhe protestant kanë këtë bindja. Po ato din që pa ardhur Masihu, nuk dovi Masihu, do më thënë Isa a.s. si pas atyre. Kurse Masihu si pas jehudve është Dajjalit. Masihu tek ne ka 2 Masih. Masihu
Isa alayhi salatu wassalam edhe Masihut Kadhab, Masihut Dajjal. Ai. Edhe atë duke pritur Isa alayhi salam nuk do vi pa shkatërruar atyre jehudëve. Atëherë ato duan të le të mblidhin atij ato. Ka për të ardhur një ditë, ka për të ardhur Isa alayhi salam kur ato do të ndërtojnë tempulli Daud alayhi salam sipas atyre. Edhe Allahu xhallahu shanu prap ka mblidhur një vend. Tani ne nuk dim kur do vi koha që Allahu xhallahu shanu ka për të dhënë gjitha zulum që ka bërë. Ne dim, dy vit dunia ka kuptuar pse që teknologjia është shtuar edhe tani ka ardhur në dorën tonë, që ne shohim çfarë zulum bën ato. Tjera nuk dishim në përpara. Pa edhe nga këtu kuptohet që Allahu xhallahu shanu pse ka thënë dhuribat alehim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah. Allahu xhallahu shanu ka thënë kam bi mallkuar për ato maghdubi alehim ato janë. Edhe ka thënë poshtrimi ne kemi vendosur për ato deri në kiamet. Edhe ato janë i kthehur